Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gjendemi në 10 ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Ditë të cilat Allahu xhaleshani i përmend në ajet kuranor ku thot ayyamal ma'dudat. I gjithë muaji i bekuar Ramazanit është një mundësi e artë për gjithë besimtarët, sepse ai ka një ndikim të veçantë në shumë sfera. Nëse flasim në aspekt të familjes, Ramazani ka një ndikim të veçantë, sepse ndikon në familje, fillimisht forcon lidhjet familjare. Antarët e familjes, iftarët që i hanë së bashku dhe syfirët që i hanë së bashku, ndikon që të rrit unitetin dhe dashurinë mes tyre. Po ashtu, Ramazani rrit ndjenjën e respektit dhe mirëkuptimit, si muaj i durimit dhe tolerancës, bëhet shkak që në mesin e familjes të mos ketë konflikte dhe mosmarrëveshje, por antarët e familjes të jenë më të durueshëm ndaj njëri tjetrit dhe të jenë më tolerant. Po ashtu, muaji i bekuar i Ramazanit krijon një atmosferë më ndryshe në familjet tona, sepse po krijon një rutinë ndryshe, njerëzit janë më të organizuar, më të disiplinuar dhe nëse e shohim edhe në aspekt të organizimit, darkat të cilat organizohen përmes dhe familjar, bëhen një rutinë apo një aktivitet i përbashkët që sjell gëzim në zemrat e anëtarëve të familjes. Po ashtu, muaji i bekuar i Ramazanit bëhet shkak për lidhjen apo forcon edhe lidhjen shpirtërore dhe ndikon edhe në aspekt fetar dhe moral në gjithë familjen. Ne kemi shembullin më të mirë, pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili nuk u përkujdes veç për vetveten këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sidomos në këto 10 ditët e fundit. Ai kur zgjonte për namaz, e zgjonte edhe familjen e tij. Dhe pak më parë përmenda edhe fakti që organizojmë edhe darka të përbashkëta për të tjerët. Edhe kjo është një stimul për gjithë familjet që të marrin shpërblimin cilën e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili thot kush e ushqen një agjërues e ka shpërblimin sikur të atij që ka agjëruar, pa mos ju paksuar shpërblimi personit që ka agjëruar. Dhe këtë kjo e bën që familjet bashkarisht të përjetojnë këto ndjenja dhe të ndikojë që të ngritet edhe besimi në mënyrë kolektive tek gjithë anëtarët e familjes. Dhe po ashtu, Ramazani është një mundësi që njeriu mundohet edhe në aspekt ekonomik të menaxhohet ndryshe. Pse? Sepse gjithë familja fokusje ndihmës ndaj të tjerëve. Dhe kjo e rrit ndjenjën edhe tek fëmijët se si duhet jemi solidar, se si duhet të ndihmojmë të tjerët. Në përgjithësi, ky muaj i bekuar Ramazanit po ndryshon gjithçka në familjet tona. Bëhet shkak për një harmoni, për një qetësi shpirtërore dhe fundja po krijohet një kujtim që fëmijët tanë nuk e harrojnë kohë të gjatë edhe pasi të kalon ky muaj i bekuar Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.